Dogana e Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare për Inteligjencë ka zhvilluar aksion në Pej dhe Gjakov, ku janë konfiskuar pakome barnat të dyshuara si kontraband. Sipas doganës, barnat në Pej janë gjetur në një tunel, ndërsa në Gjakov në një lokacion tjetër. Dogana e Kosovës në bashkëpunim me OKI-n kemi pas një operacion kundër barnave të kontrabanduara. Në kryesisht operacioni ka qenë i fokusuar në rajonin e Pejës, në 6 lokacione në rajonin e Pejës, derisa në Gjakov kemi pas në një lokacion apo në një farmaci. Do të thotë si rezultati përgjithshëm i këtij operacioni janë konfiskuar mbi 1000 paketime të ndryshme të barnave të ndryshme, por në veçantë edhe ato psikotrope. Derisa vlera e gjithbashme e konfiskimeve që kanë ndodhur dje ka të kalon 10.000 euro. Ai ka bërë të ditur se gjatë aksionit janë sekuestruar sasi të konsiderueshme barnash dhe se operacioni është realizuar në bashkëpunim me institucionet e sigurisë. Ka kohë që jemi duke punu që se dogana përveç aspektit financiar, ose aspektit të mbledhjes së hyrave, dogana e ka edhe obligim që ta mbrojë edhe shëndetin publik dhe normalisht me këto veprime ne mbrojmë shëndetin publik të njerëzve që ato barna mos shiten në mënyrë të pakontrolluara. Stavileci shtoi se barnat nuk kanë arritur të dalin në treg pas janë zbuluar dhe konfiskuar me kohë. Ky aksion sipas institucioneve është realizuar në kuadër të luftimit të kontrabandës dhe mbrojtjes së shëndetit publik.